që bot kuptimi që platforme politike kanë ta? Ta një sekt me pavarësisht se mundohen të japin një konotacion fetar, por nuk kanë asnjë konotacion fetar, as nuk falen, as nuk kryen falje, as nuk kryen rite fetare si gjë tjetër, vetëm femrat mbajnë këtë shamin, pra vetëm shamin në kokë, as gjë tjetër, por këta baza e tyre është komuniste. Pra, sistemi i tyre, ajo çfarë ata mbi cilën kanë luftuar atëherë, këta ishin komunistë, organizata komuniste të cilat ju bashkangjitë revolucionin islamik me qëllim që të ndanin pushtetin nesër me Ayatollah Khomeinin. Por Ayatollah Khomeini mori pushtetin dhe këta këtyre nuk i dha pushtet, atëherë këta dole me njëherë kundër tij, duke luftuar kundër ato dhe biles Khamenei që sot, nëse e keni parë, Khamenei nuk e lëviz dorën e djathtë, për arsye se këta i kanë bërë atentat për ta vrarë, i vunë bombë dhe nga ajo i mbeti dora e tyre. Po këta, atëherë dhe... Pa do që grupi rrezikshëm? Kanë qenë grupi rrezikshëm në Iran. Të kanë vrarë general. Kanë qenë grupi rrezikshëm, Irani konsideron grup terrorist dhe grup... Irani përcakton grup terrorist dhe grup tradhtar, për arsye se kanë marrë pjesë në luftën kundër Iranit për krah Irakut. Dhe Iraku i mori dhe i vuri në kampe dhe i stërviti ushtarakisht duke formuar me ta 2 brigada. Një brigadë tankesh dhe një brigadë këmbësorie. Dhe këto luftuan për krah Irakut në luftën 8 vjeçare ndaj Iranit. Dakor. Kjo është një nga arsye. Jep me këtë linjë, me këtë linjë, por ka diçka tjetër që nga informacionet që unë kam lexuar, nuk është një grup popullor në Iran. Dhe një nga arsyet është pikërisht kjo, sepse gjatë luftës Iran me Irak, luftuan krahët e Irakut, nuk luftuan krahët e Iranit, pasi kush ishte në krye të Iranit, pra nuk e kanë atë bazën popullore në Iran për të qenë një lloj opozite brenda Iranit, dhe unë kam përshtypjen që janë mbajtur si një lloj opozite jashtë Iranit, por pa një bazë brenda saj. Brenda Iranit me shumë mundësi, pak në këtë moment ka disa kandidatë për opozitë, se thua, ka disa kandidatë që mund të jenë pasues të Ayatollahut, ish i biri mbretit. Mund të jenë? Nuk mendoj që mund të jenë këta, sepse pse e bën Amerika këta? Sepse ka qenë vetëm një opozitë, si thua, jashtë Iranit, dhe mundësia për të patur një opozitë brenda Iranit ka qenë më vështirë. Ndërmjet tyre dhe trashëgimtarëve të mbretit? Jo, i kanë mbajtur për... Kush janë më interesant? Unë mendoj që mundësia më e madhe për pasuesin e Ayatollahu do jetë një version i moderuar i regjimit në cilën ndodhem sot. Shtetet e Bashkuara dhe Anglia i kanë mbajtur këta për arsye se i ka përdorur gjërësisht për aksione diversioniste në Irak, në Iran. Dhe para 6 viteve kemi aktivitetin e fundit të njësive të këtyre brenda Iranit, kur u vran 2 shkencëtar iranian, njërin në Teheran, njërin në Isfahan, dhe bombat u vunë nga antarë të këtij grupi. Pra hera e fundit që janë përdorur. Jo nga këta që janë këtu kene. Jo nga këta që janë këtu, sepse ky grup është shumë i shpërndar, pra në Shqipëri është pjesa më e madhe, pastaj janë në Francë, në Turqi, ka gjithandej.